dashur të këtij kuvendi përfaqësues të medjeve, fort të nderuar qytetarë të Republikës së Shqipërisë. Jam vërtet tepër e lumtur që sot më është dhënë mundësia që nga foltoria e këtij kuvendi, nga Republika e Shqipërisë, të drejtohem përfaqësuesve të zgjedhur e nëpërmjet tyre bashkë kombësve të mi gjithandej botës. Është kënaqësi e veçantë që si përfaqësuese e popullit të Kosovës të mund të bëj këtë në shtetin e shqiptarëve, këtij kombi të lashtë, i cili ka dhënë aq shumë për kulturën dhe qytetrimin perëndimor. Është pra nder i madh që t'u drejtohem dhe t'ju flas ashtu siç i flet njeriu familjes së vet, me të cilën ka ndarë aq shumë histori, këmbëngulje, dhimbje e mall të pasosur, por së cilës i ka dhuruar dhe nga e cila ka marrë po aq shumë dashuri. Shqipëria është jo vetëm abdheu i bashkëvëllezërve e i bashkëmotrave tona, por është ëndër rajone përbashkët. Ajo është kujtesa jonë historike, vatra në të cilën ne ëndronim të jetonim e të cilën fatkeqësisht shumë prej nesh e takoi së pari vetëm në acarin e luftës së ftohtë. E megjithatë, ajo u bë vatra jonë, shtëpia e zemërbujarëve shqiptar, të cilët na mbajtën gjallë ne, por edhe shpresën e përbashkët për liri. Ne ju jemi mirënjohës për jetë. Të dashur qytetarë shqiptar, sot kur unë gjindem para jush, hapësira kulturore shqiptare po funksionon. Lidhjet shpirtërore për shkak të rrënjeve etnike po thellohen dhe komunikimi ynë po na ofron edhe më shumë me njëri tjetrin. Shqipëria dhe Kosova, njëra fëmijë i fillim shekullit 20 e tjetra e fillim shekullit 21, të dyja rrjedhoj e aleancave të fuqishme me qytetrimin perëndimor janë shndruar në faktor stabiliteti e paqeje. Ato po ecin krahas njëra tjetrës, duke dhënë e marrë me njëra tjetrën në procesin e integrimit evropian, duke e njohur dhe respektuar njëra tjetrën. Por sot kur unë jam para jush, duhet ta kujtojmë të kaluarën tonë të përbashkët, mundin e sakrificën e brezave të tërë për të ardhur në këtë ditë. Duhet të kujtojmë se këtu na solli sakrifica e një populli të tërë, përkushtimi për lirinë, gjaku i derdhur i mbi 13.000 civilëve të vrarë, shumica nga ta gra, pleq e fëmijë, nga të cilët mbi 1.600 ende të pagjetur. Shumë prej tyre, fëmijë, madje foshnje vetëm disa javëshe ose disa muajshe, emrat e të cilëve qëndrojnë në themelet e pavarësisë sonë. Prandaj sot e këtu, sikur kurdoherë, do të flas me këtë zë dhe do të kërkoj fort që historia dhimbshme e Kosovës, sikur është gjithë historia jonë kombëtare, të mbahet në mend e të rikujtohet. Sepse duke e rikujtuar atë, ne ja njohim vlerën dhe bëhemi më të urtë e me të drejtë në vendimet tona. Të dashura deputete e deputet, pavarësia e Kosovës vërtet e ka vullosur jo vetëm fatin tonë, por edhe fatin dhe lirinë e popujve në gjithë Ballkanin. Ne kuptojmë se çfarë do të thotë të rritesh në një regjim shtypës e të dhunshëm, në të cilin rrënjet etnike janë përdorur si argument i mjaftueshëm për të qenë të shtypur e të vrarë. Ne kemi përjetuar këtë dhe mund të dëshmojmë për këtë. Historinë ne e kemi në krah. Këtë rrugtim ne e bëm bashkë me miq tanë të shumt, cilëve do të jemi përjetësisht mirënjohës. Ata jo vetëm u rreshtuan krah popullit të Kosovës në synimin për liri dhe pavarësi, por qëndruan krah nesh edhe në ndërtimin e shtetit tonë që nga dita e parë e çlirimit. Si kryetare e kuvendit të Kosovës, si e para grua në këtë detyrë dhe si presidente në detyrë e Republikës, unë dua t'i thërras, sidomos të rinjt e vendeve tona, e sidomos vajzat dhe gratë e këtij vendi që t'i ndjekin synimet e tyre dhe të besojnë se ëndrat mund të jetësohen. Të mos dorëzohen para asnjë sfide dhe të këmbëngulin në vlerat e tyre. Një ditë të gjitha ato do të jenë aty ku duan dhe aty ku e meritojnë, në majat më të larta të profesioneve të tyre, të politikës e të biznesit. Sepse sikur se çdo shtet tjetër, edhe Kosova e Shqipëria do të kenë sukses vetëm atëherë kur të shfrytëzojnë edhe potencialin e 50% të popullatës së tyre që përbëjnë gratë.
Të rinjt tanë në Kosovë dhe në Shqipëri janë kapitali ynë më i çmuar. Ata janë ambasadorët tanë në botë, me cilët po krenohemi çdo ditë e më shumë. Andaj është obligim i secilit prej nesh që çdo gjë që bëjmë sot, ta bëjmë në mënyrë të atill që atyre t'u garantojmë një të tashme më të mirë e një të ardhme shumë më premtuese. Prandaj ftoj përfaqësuesit politik, ata që sot janë në këtë dom, sikurse edhe ata që janë jashtë saj, që ta kultivojnë këtë besim qytetar. Si të përzgjedhur të popullit, duhet kujdesen që vullneti qytetarëve të realizohet, që Shqipëria këtu e Kosova aty ku udhëheqim ne, të jetë vend i qytetarëve të saj, që dallimet në pikpamje politike, kulturore apo të tjera të jenë shtys për kohezion nacional, që diverziteti mendimeve të jetë thelbi i sjelljes për vlerat e përbashkëta, që qëndrimet e ndryshme edhe në këtë kuvend ta nxisin kultivimin e mëtejmë të frymës së demokracisë. Është thelbësore që institucionet tona e të gjithë ne si politik bërës të studiojmë dhe vlerësojmë mesazhin që e marrim nga qytetarët dhe të jemi të përgjegjshëm ndaj mendimeve dhe dëshirave të njerëzve tanë. Të nderuar deputet, të dashur qytetarë të Shqipërisë. Sot dialogu me Serbinë është ende i pambyllur e ne jemi të vendosur të dialogojmë vetëm për njohjen në ndërsjell, duke respektuar integritetin territorial dhe sovranitetin e shtetit, duke njohur dhe pranuar paprekshmërinë e territorit tonë, rregullimin kushtetues dhe nivelin e organizimit politik. Kosova nuk mund ta shpërblejë Serbinë me territorin e saj, e as të bëjmë koncesione të tjera për politikën gjenocidale që Serbia kishte ndaj nesh. Serbia duhet të pendohet, të kërkoj falje e të dënohet, e jo të shpërblehet. Dhe kjo duhet të jetë e qartë për këdo dhe ta themi me zë të lartë këtu e në çdo vend tjetër të botës. Prandaj edhe i kam bërë thirrje këtij kuvendit të nderuar që t'i bashkohet kuvendit të Republikës së Kosovës në miratimin e rezolutës që dënon gjenocidin serb, sepse vetëm atëherë kur i bashkojmë zërat tonë, ato do të dëgjohen edhe përtej Kosovës e përtej Shqipërisë. Askush në trojet shqiptare, të nderuar zonja zotëri, nuk duhet ta ketë preokupim se si t'ja shpëtoj fytyrën Serbisë, sepse fytyra e vërtetë e saj është dëshmuar me politikën gjenocidale që ka ndjekur ndaj nesh. Por, në mënyrë që zëri ynë të kumbëj çdo kund, ne duhet t'i bashkojmë përpjekjet tona në kërkim të drejtësisë, që çdo përfaqësues shqiptar në Shqipëri, në Kosovë, në Maltëzi, në Maqedoni, e tani edhe zëri kumbues i Shaip Kamberit në kuvendin e Serbisë, të kërkoj drejtësi për viktimat që i shkaktoi Serbia, drejtësi për fëmijët e vrarë, drejtësi për motrat tona që u dhënuan nga serbët, drejtësi për nënat që akoma kërkojnë bijtë e bijat e tyre, që të kenë një vend ku të derdhin lotët e ku të vendosin lulet, sepse Kosovës nuk mund t'i kërkoj askush më që të jep akoma më shumë. Kosova ka dhënë më të shtrenjtit e saj. Kosova ka dhënë mbi 1000 fëmijë, shpirtra të njom, të cilët sot do të mund të ishin këtu ku jeni ju, apo edhe në kuvendin e Kosovës, duke marrë vendime për të ardhmen e shteteve tona, sikur Serbia mos t'ua këpuste atyre jetën qysh në fillim. E kemi prandaj detyrë kombëtare, por mbi të gjitha detyrë njerëzore e morale, që përderisa punojmë për një hapje në kapitullit të ri, për gjithë rajonin tonë, fillimisht ta lexojmë, ta kuptojmë dhe ta mësojmë mirë kapitullin që akoma qëndron para nesh. Ky kapitull na mëson se duhet t'i qëndrojmë pranë njëra tjetrës, siç e thash dje, si dy motra që nuk kursejnë asgjë për njëra tjetrën. Ky kapitull po ashtu na mëson se Serbia nuk ka ndryshuar, dhe ne duhet t'i bashkojmë forcat si Kosovë e Shqipëri për të kundërshtuar gjuhën e urrejtjes, gjuhën antishqiptare dhe përpjekjet për të fshehur krimet. T'i bashkojmë forcat që mos të lejojmë që e vërteta të përmbyset para syve tonë, sepse ekziston vetëm një e vërtetë që ka ndodhur para syve të gjithë botës, e ajo është që Serbia
kreu genocid në Kosovë, kurse Kosova e mbrojti pragun e shtëpisë së saj. Ky kapitull, zonja dhe zotëri, po ashtu na mëson se rinia briljante shqiptare, ajo në Kosovë, në Shqipëri e çdo kund tjetër, e mërgata jone jashtëzakonshme, janë potenciali ynë më i madh. Prandaj detyra jona është të punojmë që ata vendin e tyre ta shohin si vend që nuk e meriton braktisjen, por si vend që e meriton gjithë kontributin dhe dashurinë e tyre. Prandaj të punojmë bashkë të gjithë, si dy shtete sovrane, me dy flamuj, por me një shpirt që kur nuk ka mundur askush ta mposhtë. Si populli më paqedashës, më pro-evropian e më pro-amerikan, dhe t'i tregojmë botës mbarë se ne mund dhe do t'ja dalim. T'i kthejmë dallimet tona në forcë për të shtyer shtetet tona përpara. Kosova, zonja dhe zotëri, nuk ka nevojë për tra të vendosur nga Shqipëria. Në kohën e integrimit evropian, vendosja e çfarëdo bariere komunikimi në mes të dy vendeve tona është kundër frymës së lëvizjes së lirë dhe forcimit të marrëdhënieve ndërshtetrore e ndërshqiptare. Na lini të vinë në Kosovë ashtu siç dëshën të parët tonë, ashtu siç duam ne, e ashtu siç do dojnë edhe fëmijët tonë. Eruditi ynë i madh, Fajkonica, e përmbledh më së miri këtë në një tekst të korrikut të vitit 1898 në revistën Albania. Thot të përpiqemi me të gjitha forcat tona të shërojmë shqiptarët nga dashuria për individët. Ata duhet të mësojnë ta duan Shqipërinë, jo t'i bëjnë qefin këtij apo atij shqiptari. Prandaj, juftoj që të punojmë që edhe flamuri i Republikës së Kosovës, si shtet i pavarur e sovran, për të cilin u bë luftë e drejtë çlirimtare, të valoj në Kombet e Bashkuara, e të valoj edhe në NATO krahas atij të Shqipërisë, e të ecim me hapa të sigurt drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Zonja dhe zotëri deputet bashk kombas të dashur. Përgjatë historisë sonë, shumë familje janë ndarë në mes të Kosovës dhe Shqipërisë. Të tillë e kishte fatin edhe familja ime. Përderisa gjyshi im, babai i nënës ime, kishte përjetuar tortura të tmerrshme në burgjet e regjimit serb, e në fund edhe kishte vdekur nga ato tortura. Në anën tjetër, xhaxhai i nënës, pra vllau tjetër, Sulejman Vučitrna, kryetari i Akademisë Ushtarake këtu në Shqipëri, kishte mbetur në Shqipëri, por u varros për së gjalli nga regjimi i Enver Hoxhës. Kjo histori e dhimbshme e ndarjes së familjeve, por e vuajtjeve në të dyja anët e kufirit. Është histori e qindra familjeve shqiptare, e mira familjeve shqiptare. Por, le të jetë guximi i tyre, e i secilit shqiptar për t'u thënë jo regjimeve të dhunshme, regjimeve shtypse, udhërrëfyes për secilin prej nesh në rrugën tonë drejt demokracisë së konsoliduar e drejt një Kosove e një Shqipërie, ku rinia jonë krenohet me vendimet që i marrim ne, si përfaqësues të tyre të zgjedhur. Prandaj në fund, më lejoni që t'ju falenderoj sërish për mikpritjen në shtëpinë tonë të përbashkët dhe t'ju ritheksoj në emër të gjithë qytetarëve të Republikës sonë, Republikës së Kosovës, gjithë dashurinë që ndjejmë për Shqipërinë, për motrat e vëllezërit shqiptar dhe gatishmërinë tonë që me vullnet e me punë të madhe t'i çojmë përpara të dy shtetet tona. Ju faleminderit.